Nuk ka përvojë më të zakonshme, por njëkohësisht më stresuese se sa pritja në radhë në një zyrë shtetërore. Por mënyra se si e përballon këtë situatë varet shumë nga shenja jote e horoskopit. Dashi vjen me nerva, që në derë, jo se ndodhi diçka konkrete, por sepse është dashi. I paduruar fillon me tonë thumbuese ndaj punonjësve, por të larguar i revoltuar pak minuta më pas, shpesh pa kryer asnjë punë. Peshqit, i humbur në botën e vet, asgjë është i sigurt nëse është në radhën e duhur. Nëse arrin të shërbehet, ka gjasa të mos ketë asnjë dokument me vete dhe të mos kuptoj as çfarë po i kërkohet. Virgjëresha, e organizuar dhe e sakt, analizon gjithçka nga radhat e njerëzit, por kur dikush i mungon një dokument, nervozohet drejt masa dhe është gati të bëjë një audit gjithë zyrës. Gaforja, nga ana tjetër, ajo përjeton çdo moment me emocione të forta. Nga ankthi tek reflektimi për jetën, përfundon duke ndier faj dhe keqardhje për të gjithë. Ndoshta kthehet nesër, me ushqime për të gjithë. Ky horoskop i pazakont na kujton se ndonjëherë dhe në situatat më të bezdisshme mund të gjejmë arsye për të qeshur ose për të shpërthyer. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.